Shumë herë ndodh që të kritikojmë Tomas Rakoshën për performancat e tij, që nuk kanë qenë në nivelin e duhur, veçanërisht në kombëtare. Pavarësisht se në Europianin e Gjermanisë, portieri ka bërë një turne të mirë. Para disa vitesh, në një sezon të caktuar, Rakosha ishte duke luftuar me Donnarumën për të marrë emërtimin si portieri më i mirë i Serie A. Megjithatë, zhvillimi që pritej nuk erdhi nga Rakosha dhe më pas nisi një tatpjet. Tomas i realizua një ëndër e bukur për të transferuar në Premier League me Brentfordin, por në asnjë rast nuk arriti që të bind drejtuesit anglez. Më pas ai kaloi te Ajaxu në Greqi, atje ku e nisi si titullar dhe tani po vuan qëndrimin në stol. Por për ti kritikave të shëndetshme për të, Rakosha ka dhe një anë të bukur të tij, atë të patriotizmit dhe ndjeshmërisë kombëtare. Është shumë krenar për origjinën e tij. Në dorezat e Rakoshës te Ajaxu, sa herë që luan aty, qëndron flamuri shqiptar në të dyja duart e tij. Në një rast të zakonshëm, një detaj i tillë nuk do të merri fare në konsiderat dhe do të ishte mase normale, por e ardhur në Greqi është vërtet për të duar trokitur, veçanërisht e Ajaxu, ku ka pasur një rast identik në të kaluarën, se si një lojtar dogji karrierën e tij vetëm pasi erdhi te Shqipëria. Astrid Ajdarević, mesfushori që nisi karrierën në ekipet e njohura angleze si Liverpooli, Leicester, në një moment të karrierës së tij kaloi te Ajaxu. Atje ky futbollist po shkëlqente dhe ishte ndër lojtarët më të mirë të kampionatit. Kjo i ra në sy edhe Panuçit, që atëherë ishte trajneri i Shqipërisë, një trajner arrogant dhe që vetë presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, e ka quajtur si më të keqin që ka punësuar ndonjëherë. Kjo në sajt rezultateve, por Panuçi ka sjellë jo pak emra në kohën e tij te Shqipëria. Mes tyre ishte edhe Ajdarević, që debutoi në një ndeshje me fanellën e Shqipërisë për 9 minuta në një miqësore kundër Turqisë. Por këto 9 minuta shkatruan përfundimisht karrierën e tij, teksa më njëherë pas debutimit me Shqipërinë, në Greqi nisi në që dalinin në stol futbollistin ton, derisa e dogjën për një kohë të gjatë dhe u siguruan që për të mos kishte një tjetër ofertë mirë, duke kaluar më pas te Djurgården në Suedi. Është po njëjti ekip, Ajaxu i Athinës, atje ku Tomas Rakosha tani mban gjithmonë dorezat, ku vendoset flamuri i Shqipërisë në të dyja duart. Me siguri që grekët nuk ndihen as pak mirë nga ky vendim i Rakoshës, dhe tani edhe Tomasi po qëndron në stol. Megjithse për këtë rast ka ndasi mendimesh nëse ndikon vetëm kombësia e tij në Greqi apo edhe performancat, që të jemi të sinqertë deri në fund, nuk kanë qenë më të mirat e mundshme. Por në fakt, edhe zëvendësuesi i tij, Brignoli, nuk është se po bën diçka më shumë se Rakosha te Ajaxu dhe vazhdon që të ketë vendin e titullarit dhe besimin e palëkundur nga ana e drejtuesve.